media botërore e kanë cilësuar këtë moment si një tallje. Po nga ana tjetër ka pasur një reagim nga kryeministri Rama, i cili tha se ishte thjesht një shaka, edhe pse pas atij momenti u shfaq një tjetër episod ku ai mbante po të njëjtin qëndrim përpara gazetarëve. Keni një koment, ju e quat një shtrembërim, e quani diçka të qëllimshme këtë episod, këtë qëndrim të mbajtur nga kryeministri Rama? Mendoj se marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë janë të forta dhe Shqipëria është aleate e fortë e Shteteve të Bashkuara, sepse këto të fundit kanë investuar kapital politik dhe investime ekonomike mjaft të mëdha në Ballkan. Shqipëria është antare e NATO-s dhe gjithashtu aspiron të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Kryeministri aktual i Shqipërisë nuk e dini qoftë se e ka bërë me dashje talljen ndaj zotit Trump, apo donte të demonstronte botës se presidenti Trump nuk është një udhëheqës i efektshëm, nuk do të ndikojë tek marrëdhëniet dypalshe, mund të ndikojë tek marrëdhëniet personale që ka zoti Trump me kryeministrin shqiptar. Dhe sigurisht në bazë të zhvillimeve të reja në Ballkan dhe në botë, edhe me hetimet në vazhdim të FBI-së ku përfshihet edhe Charles McGonigal, mund të ndikohen edhe këndvështrimi që ka presidenti Trump ndaj leadershipit të vendit, por jo ndaj Shqipërisë. Ja, do ndalemi pas pak në fakt tek çështja me McGonigal më gjerësisht, por për ta konsumuar edhe pak këtë moment. Ju thoni